ndërtimeve që shkojnë deri në 11 kat, pa asnjë strukturë, asnjë planifikim. Nuk ka asnjëherë asnjë rrëzim të një objekti pa leje. Kryetari i komunës nuk ka bërë aprovimin e hartës zonale këto 4 vjet. Faleminderit, maj për fjale për 8 kat Sulejman. Urban brenda qytetit e ka pamësuar me pas vushtria identitetin e vet kulturor. Pra na kur mos e dina kur janë lagjet e vjetra në qytet, sepse ka deviju komplet për ndërtimeve që shkojnë deri në 11 kat, pa asnjë strukturë, asnjë planifikim. Nuk ka asnjëherë asnjë rrëzim të një objekti pa leje, pra ndërtohet sa të mundet pa leje. Ndërtime që do t'i bëjë unë si kryetare e komunës së Vushtrrisë në pjesën qendrore të qytetit nuk do të jenë më shumë se 4 kat, ndërsa në pjesët e tjera sigurisht që do të shkojnë varësisht prej përcaktimit të ekspertëve dhe hartës zonale që do të jetë prioritet jam i parë si kryetare e komunës. Qëta ekspert me bo me thonë dhe në 30 me shku, a shkon dhe në 30 kat? Jo, sepse asë njëherë s'kam pas punë me oligark, asë nuk jam dërzu në këto orientime. Gjevaira, a ke financier të fushatës që ndërtus, apo në listë kandidatëve për asamblet që ndërtus? Jo, jeta kam një listë të pasur, asë nuk kam financier, nuk kam asë një billboard qytet, ata që kanë financier duken, do me thonë me arë vështërishe billboardat e mëdhaja dhe duken sa kushton ato. Mungesa hapësirave publike, parqeve dhe këndëve të lojrave për fëmijë. Në planin ton kemi parashikuar ndërtimin e hapësirave publike dhe këndëve të lojrave për fëmijë, pranë banesave kolektive, por edhe të hapësirat siç është te muzeu i qytetit, ku do të shndrohet një park i cili do të jetë i qasshëm për të gjithë banorët e asaj zonë. Sa ka zona Xhafer? Në planin ton zhvillimor do të lejojmë deri në 8 kat ndërtimin, por arsyeja pse kryetari i komunës nuk ka bërë aprovimin e hartës zonale këto 4 vjet është pikërisht ky raport i lejeve ndërtimore i vitit 2024. Do të ofroj tarifa sa më të ulta për urban. Brenda mandatit tim do të legalizohen gjitha objekte që janë me ndërtim pa leje. Do të ndërtoj një unozë të qytetit për rreth lumit Sitnica. Aktualisht e dim që në disa ndërtesa të komunës ende nuk janë të legalizuara. Do të angazhohen për inspektorët, për mbikëqyrjen e ndërtimit, se nuk ka inspektor Mirëfill, për ndërtim. Shkon e marron një objekt mes shtëpijav, inspektor nuk shkon kush me nol këtë punë. Veç këta me pyet këta dy që kanë në qeveri. Po e para, ne si qeverisja e lëvizjes do të ndosë, unë sekretar do të siguroj komunën e Vushtrrisë që do të qeveriset me plan zhvillimor komunal dhe me miratim të hartave zonale, gjë të cilat këta kanë bërë si klishe elektorale gjatë gjithë kohës dhe nuk e kanë bërë realitet. E para, e dyta do të vendosë rand dhe rregull në ndërtimet e komunës Vushtrrisë duke i zbatuar kriteret e ligjit dhe hartave zonale që i përcaktojnë ekspertët. Do të harrojë pronën publike të komunës Vushtrrisë si vetëm destinacion si mundësi zhvillimit ekonomik të komunës Vushtrrisë. Nuk mendoj që mundet me shku mbi 8 kat në komunën e Vushtrrisë, sepse kjo është ajo që e shohim në realitet. Faleminderit, maj për fjale për 8 kat Sulejman, me nësot ku ajote. Planin zhvillimor, çdo ndërtim do të jetë në vijën e jashtme të qytetit të Vushtrrisë, çdo herë duke i pa karakteristika dhe kriteret e urbanizmit, karakteristika dhe kriteret e demografisë, edhe karakteristika dhe kriteret e mundësive të banimit në ato banesa. Me nësot sa kat kemi leju? S'po më kuptu këta eksperta ku kanë mi marrë, ndëgja, Vushtria është mes Shiqavicës dhe Shalës, dhe lartësia dili, ajri, jep mundësin mrena qytetit jo ma shumë se 4 kat, kurse në vijën e jashtme do të shkon jo ma shumë se 8+2, sepse nuk e mbulon ndriçimi. Dikun në muajin e 3 se na vynë konsultimet, 3 konsultime me publikun, edhe me njëherë, do me thonë edhe hartën zonale. Në kuadër planit zhvillimor komunal ka mërujt zona historike se nuk kemi lënë ndërtime pa leje. Ndërtimet larta, do me thonë të rrezë e rrethit, ndërkas ndërtimet më të larta për dëshirën time, do me thonë, po tjetër është nevoja qytetarëve deri në 5+8, më nalt nuk shkojnë. 8 kat. A ke financier që është ndërtues, Ferit? Jo, nuk kam financier.